Pse njerëzit ndahen nga partnerët që ende i duan? Çfarë? E dëgjova mirë? Nëse më do, pse po më lë? Po situat mjaft e hasur. E ndonjëherë dashuria dhe jeta bien ndesh. Zakonisht ky konflikt lidhet me një nga këto dy çështje. Arsye romantike që kanë të bëjnë me natyrën e dashurisë dhe e dyta arsye që kanë të bëjnë me mirëqenien e partnerëve. Dashuria romantike nuk është një ndjenjë thjesht, që ose ekziston ose jo. Ajo vjen në nivele të ndryshme. Disa nivele janë të mjaftueshme për një lidhje disa javore ose mujore, por jo për të mbajtur një dashuri afatgjatë. Shembuj të zakonshëm në këtë grup kam gjetur një të dashur të ri. Në të kaluarën kam dashur dikë më fort se të dua ty. Jam i lumtur me ty në një periudhë afat shkurtër, intensitet i madh romantik, por nuk shoh të ardhme afatgjatë. Mungesë e thellësisë romantike. Ne jemi partner të shkëlqyer seksual, por jo miq të mirë. Ne jemi miq, por jo partner të mirë seksual. Ka probleme të mëdha në sjelljen tënde që më pengojnë të besoj dhe të ndihem e qetë me ty. Nuk mund të jap dashurinë që meriton, ose më drejt për drejt nuk kam ndjenja të mjaftueshme për ty. Arsyet në këtë grup janë kryesisht krahasuese, tregojnë një nivel më të ulët dashurie ose përshtatshmërie romantike. Këto dallime shpesh lidhen me shprehjen e paqartë të dua, por nuk jam i e dashuruar me ty. Një frazë që ka përfunduar shumë martesa dhe marrëdhënie të tjera. Këtu ka një farë dashurie, por ai nivel nuk është i mjaftueshëm, të paktën jo në krahasim me opsionet e tjera disponibël. Të dua, por nuk mund të jetoj me ty. Marrëdhëniet romantike afatgjata duhet të marrin parasysh faktorët jo romantik që lidhen me bashkëtesën e dy partnerëve. Të duash dikë nuk është gjithmonë e mjaftueshme për të vendosur të jetosh me dikë. Jetesa së bashku dhe krijimi i një familje kërkojnë jo vetëm dashuri, por shumë më tepër se kaq, kërkojnë aftësi për të ndihmuar njëri tjetrin të zhvillohen. E në këtë rast, niveli i dashurisë është i mjaftueshëm për të mbështetur një dashuri të qëndrueshme, por jo për një bashkëjetesë të qëndrueshme. Njerëzit ndonjëherë zgjedhin karrierën dhe arritjet në jetë mbi dashurinë, dhe kjo mund të lidhet me zhvillimin e tyre ose atë të partnerit. Marrim shembull, rastin e një gruaje të martuar që tha se e donte shumë burrin e saj të parë, por diçka mungonte në marrëdhëniet e tyre që e bëri të vendoste të divorcohej. Nuk ishte asgjë që nuk shkonte me të, tha ajo duke shtuar, por gjithsesi ndjeja se nuk doja të isha më pjesë e jetës së tij. Ai nuk do më pengonte, por gjithashtu nuk nxirrte në pa më të mirë nga unë. Me burrin tim të dytë kam shumë debate, por e ndjej pasionin e tij të thellë dhe aftësinë për të nxjerrë në dukje anë të mia më të mira. Duke marrë parasysh këtë realitet, ndonjëherë dëgjoj për një partner që nga dashuria e madhe përfundon një marrëdhënie për shkak të shqetësimit, se qëndrimi së bashku do ta bënte personin e tij të dashur të palumtur në një të ardhme afatgjatë. E në këtë rast, përfundimi i marrëdhënies shpreh një interes të sinqert për mirëqenien e tjetrit.